Moderatori Ledion Liço u ka dhënë fund spekulimeve në media lidhur me jetën e tij personale dhe të ardhmen për drejtimin e Big Brother VIP Albania. Zërat për Ledion Liço u ndezën pas një videoje ironike të ish-banorit të Big Brother VIP Albania Xhumallushit, i cili la të kuptoi se Ledioni ishte ndarë nga partnerja e tij Sara Hoxha. Xhumi u shpreh: "Po mua më kanë thënë që ty të kalon gruaja, ku do I gjesh lekët për bukë ti?" Pas kësaj, në rrjet qarkulluan spekulime nëse Ledioni do të vazhdonte apo jo drejtimin e Big Brother VIP Albania. Për t'i dhënë fund aludimeve, Ledioni ka postuar në Insta Story një thënie të njohur: "Një luan nuk shqetësohet nga mendimi I deleve." Ai e shoqëroi këtë citim me frazën "Dimri po vjen", e cila u interpretua edhe si paralajmërim për nisjen e edicionit të 5 të formatit. Ky postim shërben si një përgjigje e fortë ndaj atyre që spekulojnë për jetën e tij, duke treguar se ai nuk I merr seriozisht tashethemet dhe po vazhdon me planet e tij profesionale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.